Selamu alaikum. Selamu alaikum Elvis. Aleikum selam. Gradualisht avash, po se si po na duket krijohet një lloj kështu si mallsi, sprasti, njerëz që vazhdojnë të adhurimi vetëm se kanë ngelur dhe dy net. Pra dhe nata njëra kaloi, kanë ngelur dhe 2 ditë agjërim. Sa shpejt. Alhamdulillah, me thënë drejtën, besoj është kufi i mirë, e kupton? Domethënë, edhe në një që dëgjon që jo të vazhdojnë edhe i muaj e kështu, nuk ndodh, sepse fillon pastaj bëhet monoton, fillojnë prekupimet e tjera, fillojnë pendimet, sa shumë zjati. I madhi Zot ka vendosur sa duhet, sa i e njeh natyrën tonë. Ka vendosur në një kohë ditësh që në fund fare ty të merr malli kur ikan. Po. Por nëse do të ishte, po prapi ka. Po edhe pak s'është, do është mesatarisht. Po ka dhënë edhe mundësi tjera, se thot vazhdo me 6 ditë të Shewalit, vazhdo me Po, atmosferën e Ramazanit se ka do. Qershia mbi tort. Po besoj që shumica prej nesh, ato që ka dashi madhi Zot, kanë kriju një stabilitet shpirtëror. Kjo është e rëndësishme. Tani mos të bëjmë sikur u bëm Xhebrailin këtë muaj, të begat, apo u bëm si engjëjt, po elhamdulillah, një karikim i mirë, besoj ka qenë për gjithë secilin prej nesh. Elhamdulillah. Kjo është ana pozitive. Inshallah Zoti na i ka pranuar se kjo është e rëndësishme. Edhe në i kusur, inshallah Zoti na e falt. Amin. Që është edhe sadakatul fitri për këtë arsye është. Amin. Që duhet ta japim gjithë derisa të falet Bajrami. Gjitha këto krijojnë një mozaik edhe një CV në jetën tonë që kemi shpresa që Zoti edhe të na begatojnë këtë botë përkohshme, po mbi të gjitha të na bëjnë nasib dhe risk xhenetin në botën tjetër. Selamu alaikum Fero nga Belgjika. Selam nga Prishtina, Arbresha Rushiti. Selamu alaikum Albano Romeo nga Italia. Selamu alaikum Marbiani nga Norvegjia. Selamu alaikum nga Berlini, Shkodran Tropoja. Selamu alaikum Hamid nga Hamburgu. Selamu alaikum nga Praga, nga gjithë vendet e botës, nga Shqipëria ka shumë, nga Pogradeci. Mashallah, Zoti i begatoft me të mira. Amin. Si jemi në Instagram? Më fal, ta gjejja kështu pa fare, nuk e kam iden fare. Jo, po sa ka filluar valla, kështu që s'ke për të gjetë jo. Se gjej dot? Se kemi 20 herët. 1700. Se s'ma le ta gjesh herë vetë. Po s'ka problem. Kjo ke 2000 që kam pas me thonë, për të qenë sinqert. Inshallah. Kjo 2000 që kam pas me thonë në qenë. Selam aleikum nga Kuçova. Inshallah pasemi nga Kosova sot, nga Prishtina, nga Mitrovica, nga Londra, nga Zvicra, mashallah nga shumë vende të botës, Zoti i begatoft. Nga Duisburgu, besoj Gjermanisë. Po, Duisburg, Gjermani. Mashallah. Një Kuçova, nga Miniu, Tetova, mashallah. Kushtrim Adili thotë jemi mësuar me podcastin, tani do kemi mall për ju, thotë ju presim të vini në Tetov. Inshallah, Zoti ta shpërbleft. Inshallah. E ku ka më bukur se me qenë Tetov. Zoti selam i bëjmë gjithë vëllezërve motrave në Tetov. Selam aleikum nga kudo ku ka vëllezër motrat. Selam aleikum nga Regensburgu. Ke qenë do duket apo jo s'është Regensburg? Regensburg kam përshtypjen është në Gjermani. Po pra, duket se ke qenë një herë këtu. Regensburg, se di. Ke qenë nga ato tubime të mëdha duket apo s'është tjetër? Për Zotin nuk e di, nuk e mbaj mend. Selam aleikum. Torino, Rimini, paska nga Italia, mashallah. Mashallah. Decani, Freiburgu. Zoti i begatoft që gjithë vëllezërit e motrat. Thot jam me kremi, thot nga Belgjika, tash thot po haj syfer. E kanë çik. Zoti të begatov, vllat shijoft, të bekoft. Selam aleikum nga Bathoria. Mashallah. Zoti u begatoft, inshallah. Amin, shumë janë me dua. Aisela Bega thot selam aleikum nga Berati. Një pyetje për komentuesit, për ndjekësit në Instagram edhe në Facebook. Cilët nga historitë, besoj këtu shihet edhe pjesa në do të thënë ndjekësit edhe detajin më të vogël, do të thënë ne kanë përçu. Qofse do e lëm dhe si pyetje mas temës, se të ketë pak më
Okej, Më atëherë shumë. shifet dhe tema e sotme, e lëm një temë, do të thënë në fund të kësaj e pyesim Inshallah. vazhdojmë Durrësi, të ngacmojmë me natën e kadrit për shembull, çfarë mendoni si po, do ishte mirë të na japin një ide se visi akoma si jemi qartësu. visi e ka da menjen nesër me na i tregu se kush Jo, ka me thënë për tregu. shembull, jo natën, jo, po me tregu njerëzit që dikush ka thënë për shembull kam pa ëndrrën kështu, kam pa këtë e Unë ndikova nga i ëndër, me thonë drejtën, që ka pa dikush e pastaj kam ndjek në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Jo vetëm shqiptari, si më thonë, kam ndjek edhe ka shumë faqe që tregojnë lindjen e diellit, që është një nga shenjat që dielli nuk e ka atë shkëlqimin që ka të natyrshëm. Ju ndjek nga Polonia, mashallah, kishte rastis në nga Poloni. Erion Koçiu Zotit begatoft. Erion Koçiu thot selamu aleikum nga New Yorku. Halal di më thot se na kënaqen. Tani çaj biti jet atje Taravit. 7 orë, pak a shumë, ndoshta Erion pak. ça falni ju tani, domethënë si është situata, jeni te Taravit se që Ndoshta pak sa kanë mbaruar Taravit mund të jetë se 7 orë luajmë. Varet. Se edhe atje besoj iftari është më herët. Thot Arton Halimi, thot selam aleikum, thot kam thot një lutje për 3 vëllezër nga Kosova, të cilët sot kanë ndru jetë thot në Austri. Pasi shem një se kisha dëgjuar si që ka shem një skelet i një ndërtese dhe një shqiptar tjetër është shumë rënd, thot ju lutem një dua. Soti më shiroft, kanë ndru jetë 2? Po, sot kanë vdekur thot. Për 3 vëllezër nga Kosova sot kanë vdekur. Si vëllezër edhe vëllezër vëllezër nga familja apo vëllezër shqiptar? Kam përshtypjen se do jetë me vëllezër shqiptar. Se kisha dëgjuar si lajm, Zoti pas më shirua edhe e shëroft atë që është akoma në jetën e kësaj bote. Po, Arton. Se kisha dëgjuar që ka sprova madhe shumë. Selam aleikum nga Durrësi. Miku i librit 12 na dërgon zemra me dashuri. Çfarë tregon zemra Allah që respekt, dashuri, mirësi. Zoti ja shpërbleft. Lana Abdiu, ti ke qenë sebeb thot për namazin tim para 4 viteve, Zoti begatoft. Amin, amin, inshallah. Disha ka i të mirë vëlla thirrja në Islam? Që ta dinë gjithë vëllezërit e motra, e dinë po që kur thret kështu në Islam, kjo është misioni që kanë pas pejgamberët, kupton? Edhe thot Zoti e para, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kush thret më bukur dhe flet më bukur se ai që thret në rrugën e Zotit. Wa amila salihan, bën punë të mira dhe thot unë jam prit muslimanëve. Qofse Allah i dashur bëhesh sebeb për një që të udhëzohet, për shembull, si mesazhi. Ti bëhesh sebeb që dikush të bëhet musliman. I merr gjithë sevapet ai që është bë musliman me sebebin tat, ai i merr për vete gjithë veprat e mira që bën, i merr dhe ti që e bë sebeb. Pejgamberi selam ka thënë men dala al khairi ka fa'ilihi. Ai i cili bëhet sebeb për një mirësi që e kryen dikush, e merr dhe ai shpërblimin për atë. Dhe thirrja në rrugën e Zotit është shumë e mirë, se për shembull ai mund të jetë musliman, po ti bësh sebeb që të fillojë namazin. Gjithë namazet që fal ai gjatë gjithë jetës, ai i merr shpërblimet e veta, po i merr dhe ti ato shpërblime. Kështu që shiqyr Zotit ka shpërblime të mëdha. Zakonisht për shkak në marrëdhëniet me njerëzit është që ti nëse bësh shkak për shkak për të lidhur dy kompani si gjë, merr atë përqindjen e gjithë parë në fillim, nuk ke të vazhdon të gjithë jetën, në mund të vazhdosh ti të marrësh për namazet ose sa herë këto të bëjmë punë, ti të vazhdosh akoma të marrësh përqindjen. Do të ti e merrën e parë, sa ty i bashkon, pra po themi në këtë lloj themi thonjza, kurse te Allahu ndryshe. Jo, gjatë gjithë se ti e bë sebeb që ai ta bëjë atë vepër të mirë. Më e mira afare është kur ti bësh sebeb për të bëj musliman, sepse i merr gjitha shpërblimet. Çdo vepër të mirë që bën ai, të shkon shpërblimi edhe ty. Për shembull, njeriu po nëse ai bëhet shkak për një tjetër, pastaj ai tjetër bëhet shkak për një tjetër, ty të vinë edhe të tretit, edhe të pestit, edhe të tetit. Ashtu është. Edhe po ku përfundon kjo gjitha, ky lloj piramide? Derisa ndalon. Jo, okay, po do të thënë bi që gjithë neve të shkojnë, gjithë shpërblimet tona shkojnë te profeti sallallahu alajhi wasallam. Sa ai ishte shkaku i parë, domethënë. Po, edhe për shembull kur pyesin që a mund të bësh umre për pejgamberin alayhis salam? Dhe nuk lejohet.
sepse nga që ai është bo sebeb për çdo kënd që bëhet musliman, ai që është musliman, atij shkosh problemi umrës tate, nuk ke ti pse ta bosh në emrin e atij. Kur je në Qabe po flas, mund të bosh umrë për vete, mund të bosh dhe umrë për një person që ti e mendon që don t'ja bosh umrë, ose shko direkt edhe e bo me niyetin për atë. Këti ne se po del kështu tani, po që një herë shkon nusja për të bë umrë. Edhe e bon. Pastaj bashkë me djalin e me ato që e shoqëronin, thot shkojmë ke mikati Aishës, që është i vendi që ti mund të nisesh nga atje për të bë umrë përsëri. Te ti di mirë se ke bona 50 umra, nuk e di sa umre ke bë. Se ti se më mend, valla se më mend. Ke bë shumë, mashallah, inshallah Zoti ti ka pranuar. Edhe më merr në telefon. Nusja. Thot, ata bëj umrën për ty. I thash, Zoti shpërblev, s'kam vdek akoma. E kupton, bona si shaka kështu. Tha, të bëj umrë për ty. Ja, i thash se unë kam bë umrë shumë. I thash, s'kam vdek akoma. Se zakonisht bëhet për një që është në pleqëri që s'shko dot, edhe për një që ka ndruje. Po mirë, thash, po pa dhe mundësi bëhe për babin tim. Rahmet i pas shpirti. Edhe i pata thonë dhe i gjotë tjetër, kur të shkosh, nga eksperienca, mosu nxito që në qoftë se je shumë e lodhme, pusho. Pastaj qetësohesh në hotel edhe shko e bë umrën. Kjo është e lejushme. Një që ka vesh iramin, po flas për burrat e për meshkujt, nuk e heq iramin, flej me iram edhe çohet me iram, shko bë umrë. Se ideja është ta ndjesh, jo ta bësh me sforcim, e të bëhet vujtje, të dhem koka, i lodhur shumë, nuk e ndjen vëlla. Islami është esencë, nuk o formë. E mirë, shkon edhe trafiku madh. Vjen pastaj për ta bë umrën, po lodhet edhe kondicioneri i jep dhimbje kokë. Edhe më kujtuan sa fjalët e tuaja, thash po shkoj në hotel. Afër e kishte me Qaben e mandueshme. Po pushoj pak. E pastaj po shkoj ta bëj umrën për babin tim. Rahmet i pas shpirti. Amin. Elhamdulillah ka qenë besimtar me 5 vakte, me gjonët, siç ka qenë dhe babai jot. Zoti i mëshiroft. Amin, ya Rabb. Edhe të afërmit atyre që na ndjekin e gjithë umetin e pejgamberit alayhis salam. Shtrihet bashkë me djalin për të pushu pak sa ti kalonte dhimbja kokës edhe për të shku për ta bë umrën. Umra quhet vizitë në Qabe. Do t'i vëlla subhanallahu. Bjen gjumë, i del babi në ndër. S'ka shumë, i vit 2 vjet mund të ketë kjo histori. I del babi im në ndër, i vjen kështu si në dhomë, si me dritë, dhe nga mesi si me thonë e sipur, pamje të mirë, edhe i thot amanetin që ke fillu me e kry mos e lën mes. Pra umrën që ke fillu mos ma lën mes. Sa Për Zotin kështu e drejt për drejt. Ja, çohet nusja. Zoti është përblef edhe e qik si atrem në sensin e mirë, që me kry amanet që ja kalon, që e bom bisedë bashkë dhe e bonin jetë. Po babi sikur i kishte shku lajme nga. po. E tani po priste që t'ju bote sebeb kjo umre, sepse një haxh dhe i umre është bo për atë. Si duket kjo umre ja falte gjinafet e vogla, që është hadithi midis umres dhe umres falen gjinafet e vogla. Edhe ja kishte kërkuar, vllai kishte thonë mos e lë amanetin mes. Super. Ja është çuar dhe ka bo, elhamdulillah. Edhe inshallah Zoti ja ka pranu. Edhe në këtë Ramazan lutemi për ato. Alhamdulillah. Kush ka një mundësi me bëni sadakat vogël për shpirtin e atyre, lutje për ato. Edhe shpresojmë që bashkë me ato, edhe ne s'kemi shumë kohë vëlla, dhe pak na ka ngel që më shku ke i madhi Zot, e pastaj inshallah nëse jemi njerëz të mirë, dhe Zoti na liron, nuk na pengon me një gjinaf që kemi bë, ne do t'i takojmë të afërmit tonë. Si i tha pejgamberi Fatimes, ti je e para që do më takosh nga familja ime. Inshallah pastaj në ditë gjykimit shpresohet që më shku bashkë me familjen në xhenet. E më u bë nga banorët e xhenetit. Kështu që mrekullitë e Zotit nuk mbarojnë vëlla. Po hym pak gradualisht, se shqyr Zotit neve dhe atë momentin e parahyrjes që presim edhe gjitha prap gjitha janë, se më thënë,
Është interesante kur flasim bashkë, çdo lloj gjëje që ne flasim gjithë dhe s'është e gjitha prapë po për fenë edhe këshillat janë pafund. Po. Kemi fol për profetin Musa, kemi fol domethënë për nivelin e lartë dhe besimi i tyre që vjen vetëm në ngritje. E vërtet. Kemi parë domethënë vetëm histori profetësh. Valla, i pyetje kanë thjesht, po ne thjesht a hym xhenet, a kemi edhe ne shanse të jemi afër tyre? Se ata kanë marrë misione shumë të mëdha mbi supë, ne inshallah, na Zoti. Dhe kam dëgjuar domethënë një histori të Musait, a mundoj që Po që e hapëm pak dje. E hapëm pak dje dhe besoj unë jam 1.1 është në Facebook dhe duke ditë që mas datës së 7 gjërat janë duke ashtu. Po, është Mendoj që është momenti i mirë që mund ta fillojmë inshallah, patjetër. Gradualisht podcastin. Musa alayhis salam e pyeti është Zotin e gjithësisë. Pra desh informacion me çin nëse ma borris xhenetin, me çin do jem xhenet. Çfarë pyetësh? Edhe po normal se ato jo pejgamberët kanë qenë ndryshe valla ne. Mendja i rinte ke xheneti. Pra është si në këtë botë për shembull jetu ndërtoi shtëpi shumë të bukur dhe trin mendja derisa do hysh aty. Edhe ato e kishin qartë valla, se edhe e kishin pa xhenetin. Si pejgamberi jon alayhis salam natën e Miraxhit, edhe dashje pa dashje kur është shef nuk është njësoj si kur e ke dëgju. Përmend në Zotin Kur'an wadhkur ibadana Ibrahime wa Ishaqa wa Yaqub. Dhe sot kam qenë tu e lexu për qef kur po u falsha. Sura Sad thot kujton këtë libër Ibrahimin, Ishakun dhe Jakubin. Ulul eidi wal absar. Njerëzit e fesë fort dhe të vizionit madh. Ulul eid është fe e fuqishme, pra e man fen ashtu siç duhet. Absar vjen nga basire që do të thotë vizioni i madh, shikimi i lartë. Po, shikojshin deri në xhenet ato vëlla. Si themi ne është ka vizion ky njeri. Ka vizion për gjërat kësaj bote, kurse këto shikonin vizionin deri në xhenet. Pastaj thotë ina akhlasnahu bi khalisatin dhikrat dar. Ne i pajisëm këto të tre, Ibrahimin, Ishakun dhe Jakubin, me një cilësi të veçantë për kujtimin e shpeshtë të botës tjetër. Pra ato ishin shumë të vërtet, e kishin të qartë, ku e kishin vizionin përfundimtar që o xheneti. Neve, me që e pyete këtë pyetje, normal që mundohemi të ecim në hapat e pejgamberëve, por jemi më modest për shkak të shumë arsyeve që nuk është vendi këtu t'i përmendim. Po inshallah Zoti na shto besimin. Besoj në Ramazan kemi qenë pak më afër. Po a ka për të punu sa të duash. Inshallah Zoti na afron në rahmet edhe në mirësi. Mendohet që në xhenet njerëzit do pendohen vetëm për gjë. Pra do jenë shumë të lumtur, shumë të kënaqur me radhë, vetëm do pendohen si shtruan veprat e mira. Subhanallah. Si nuk ishin më shumë, qoftë edhe për një subhanallah, edhe për një elhamdulillah. Kjo vend si shkak që sillen hakun për mirënjohje apo shikojnë që ka edhe shpërblimet. Do merrnin më gjitha shumë gjitha bashkë. E para si mirënjohje, e dyta si risku madh, si e pas kam lënë. Si të humbë në gjë këtë botë që ke mundësi ta arrish, është shumë e madhe, dhe të vjen natë pse se bëra, pse sa arrita. Tani kur e shef xhenetin sa të mira ka, e thu për një subhanallah, për një elhamdulillah, kështu di ç'a do kisha më shumë. E Zoti na fal valla. Pra jeta është e shtrenjtë në Islam, por Zoti na bëft realist, që edhe të punojmë për këtë botë, edhe të punojmë për botën tjetër. Musa alayhis salam e pyet Allah. Thotë o Zot, kush janë komshinët e mi në xhenet? Si me thon Muhamedi alayhis salam, Ibrahimi alayhis salam, Isa alayhis salam, pejgamberët e mëdhej, Nuhu alayhis salam, se këto janë ajka e xhenetit. Po normal. Diku aty janë nivel në këtyre, kuptohet? Diku aty i bën përshtypje se diku aty i thot Zoti është dhe i kasap. I modest në trajtimin e parë. Kupton, bote i punë modeste, kasap, prente kafshët, shiste mishin. Edhe Musa si bo përshtypje. I thotë o Zot, po kush është ky? Pra imagjino të thush Muhamedi alayhis salam, Ibrahimi alayhis salam, profeti i mëdhej dhe një diku aty, më larg kuptohet, një kasap. Edhe ja tregon Zoti dyqanin, vendin e me radhë diku.
Shkon Musa alayhis salam, ai se njifte. Shkon sikur do blente diçka, e afrohet, i thot jam mik I larg, do të më e pa Musa, ç'a bën ky njeri? Po, se normal. Që të ketë gratë kaq të madhe. Tjetë nivel me neve. Po, siç tregohet që thot pejgamberi selam, jam duke hyrë në xhenet, dhe shoh një grua që desh me ardh paralel me mua. La. Edhe I thot, po ti o femër Allahut, ti grua, çat shtyr ty të vish, jo thot, un jam sot krenare se kam rrit 3 jetim. Dhe jam kujdes për ato. Po, ishte kujdes për jetimet, I kishte rrit, I kishte nxjerr në jetë. Edhe Zoti e kishte bërë krenare, mu afru afër pejgamberëve. Pra do ketë shumë njerëz vëlla që kanë grada për disa vepra specifike që ato I kanë, se qofse pejgamberëve I dha Zoti shumë amanet dhe mision, ka njerëz tjerë që nuk kanë pa xhenetin, s'kan bën atë miraxhi vëlla, s'kan folë si Musa me Allahun, kështu që dhe obligimet nuk I kanë aq të mëdha. Dakor? Se Zoti I foli Musas, pastaj I thash shko ke faraoni, se ti thotë njërit që nuk I kishte folur vetë dhe nuk ja kishte iden, nuk e përballoje dot. Pra sipas argumenteve që ka sjell, kalon dhe amanetet ndaj pejgamberëve. Edhe Musa I thotë jam nga larg. Du të vi I thotë që ti jem mik në familjen tënde. Me pa ç'a bën vëlla. Dhe I thot, a pret sa të mbaroj punën, doli në treg Musa alayhis salam me atë, bleu ushqimet, edhe u kthy për shtëpi. Kur hyn në shtëpi, një dhomë ishte këtej, dhe si më thon kuzhina atje, ku ishte bashortja vet dhe fëmijët. Ky futet në dhomë. I nxjerr ushqimet më të mira, I vendos në një pjatë, dhe Musa alayhis salam filloi të e vëzhgu. Edhe ushqiet e nënën e vet me ushqim të mirë. Mund të ishin dhe turit edhe bashortja dhe fëmijët, I thotë prisni pak sa të mbaroj me nënën. Dhe I jep të ushqim, vetë me dorën e vet. Ai boni përshtypje se Musa e dinte çdo thotë respektosh prind. E kishte të qartë ç'është problemi ka. Edhe ai me shumë pasion. Edhe kur u ngret që mbaroi se ushqyri nënën, tha Musa po I tha këtë e bëj për herë. Para se me u afru ke bashortja me ushqy fëmijët, ushqye I herë nënën. Nëna ishte e paralizuar. Muslimane mirë shumë. Edhe shkoi në kuzhinë, ke bashortja, ke fëmijët të përgatitën ushqimin. Që të shkote edhe Musa alayhis salam. Musa I tha, mund të takoj nënën? Po, I thot ai sa ne të përgatisim ushqimin. Dhe fillot u bisedu Musa alayhis salam, e pa që ishte muslimane shumë e mirë, besimtare devotshme. Tha po, çuni, lum për çuni që kam tha. Çdo ditë thot del në punë, lodhet, me riskun që fito ble ushqime, mu mushjet parën. Ky o fëmijë I mirë. Tha s'ma ka arru fëmija atë që kam bo kur ka qenë ai fëmijë. Prindi është ai që të rritë vëlla. Ka vlerën e vetë bashortja fëmijët, po prindi nuk arrohet. Dhe veçanërisht kur prindi ka nevojë, kur është I paralizuar. Se edhe bashortja me qenë paralizuar do t'i bosh vëlla shërbim, po themi. Prindi ka I vend veçantë në Islam. Edhe I thot, ai që mirë është fëmija Musa alayhis salam. Po nga smonde tani, tha shumë I mirë. Për Zotin o ti njeri, tha I huaj, pa e ditë kusho. Tha o njeri I huaj për Zotin, unë sa herë mbaro ushqimi, a ikën me ushqy fëmijët, unë them, ja Allah, o Zoti gjithësisë, këte fëmijë të mirë, faleminderit që ma ke dhonë edhe më ke beku. Unë e du shumë pejgamberin e Zotit Musain, megjithëse nuk kam pas fatin ta takoj e ta shikoj. Atë që I flet Allahu vetë, filloi të lavdëru Musan. Ati që I zbriti Teurati, ai I cili shkatroi faraonin e merat. Dhe thot, I lutem Zotit me shpirt që djali im për këtë shërbim që më bë mu, ti jetë komshi me Musa në xhenet. Edhe Musa preket, u kënaq shumë që ka besimtarë dhe kaq të mirë, edhe për nanën, edhe për djalin, edhe për familjen. Dhe I thot, atë t'japi aber. Po, I thot ajo. I madhi Zot, tha, ju don juve. Sepse, tha, I ka bo sebeb pejgamberin e vet, me armë mysafir në shpinë tate, e me të lajmëru ty që lutjen që bo për fëmin ta ka pranu. Allahu
Edhe ajo imagjino tani nga devotshmëria që kishte, nga familje mirë që ishin, nga devotshëm që ishin, Musa alayhis salam pyeti për xhenetin, por në fakt ishte edhe urtësia që të shkote një vizitë ke kjo familje e bekume. Dhe respekti ndaj nënës, puna me halal, përkushtimin ndaj nënës, ndaj gruas, ndaj fëmijëve. Këto janë vepra shumë të mëdha në Islam. Si sot pejgamberi alayhis salam me dorën tënde ta ushqesh bashortën tënde për harmoni, që ka dy herë shpërblim krahasim me çdo sadaka tjetër që bën, ose me çdo vepër të mirë tjetër. Se ne kemi folë herë me i dhon dhurat vlla, po suni njëri, më duket ne harrum vet. E bën ti vlla, mos më thuj që i ke çu mizvak. Jo, alhamdulillah. Ke bë dhurat. Okej, pastaj i pyesim me vëllezërit e motrat. Dhe di pse e kam po. Thash nuk kam mundësi, thash, nëse do ishe i sinqert, nuk kam mundësi, domethënë që të më marr nesër në podcast dhe më thon e kam bë dhuratën me rrejt. Po. Dhe thash merre thash këtë dhuratë. Megjithatë, ta ka bërë risk thash. Ta ka bërë risk podcasti. Inshallah zot. Ja, gjithmonë do të më qenë me dhurata me familjen, sa të kemi mundësi. E di çfarë po mendoja, thoshe me vete gjatë kohës që po shpjegoje, thoj se po them me vete sa i bukur është Islami. Pra, edhe ai që beson dhe ai që s'beson me nënën mundohet të sillet mirë. Pra, janë dhe individ që se bëjnë. Shumica po i duan prindrit e vet. Dhe themi neve sa bukur të dy lodhen me shërby nënës, ama ti je më i motivuar dhe Allahu për këtë jep xhenet. Shumë. Prindi është, po ta shohësh vëlla, Isa alayhis salam dhe Yahya kanë qenë pejgamberë të mëdhenj. Kur i ka përmend Zotin surën Merjem, i ka përmend si vepër shumë të mirë respektin e tyre ndaj prindërve. Që imagjino vëlla ti je pejgamber. Prap, respekti ndaj prindërve i jep grada edhe atyre që janë pejgamber. Zoti i Madh, me anë të respektit prindërve, ka ngret shumë njerëz në këtë botë. Tregohet vëlla për Uwais al-Qurani, i cili u bë musliman në Yemen. Pejgamberi ishte në Medinë. U bë muslimane edhe nëna vet. Jetonin vetëm të dy vëlla. Uwais al-Qurani ishte person që u smu. Kishte smundje të lëkurës. Megjithëse ishte i smur, ai i bite obligim me u kujdes për nënën. Kishte një nën vëlla që me zor shikonte, ishte në vështirësi të madhe, në moshë e thyer, dhe ju kishte bë Uwaisi që po mos ishte ai, ajo kalote në panik. O vëlla, e humte fare. A sa dilte edhe për t'u falë në gjë, ku je, dhe e kufizoi shumë. Po ky me zemër të madhe, rrite me nënën, fjalë të mira, qeshte me atë, duronte, u përkujdeste për atë, pastronte vetë, i rinte afër për çdo gjë. Uwais al-Qurani. I ditë vëlla i thotë, o nën, pash të madhin Zot. Pash atë që na ka kriju. Do të lej i rob të kujdeset. Pash Allah. A më let shkoj deri në Medinë, të i mor leje vëlla. A më jep leje edhe bëhesh e durueshme. Se kur s'do isha nda prej teje, po të shkoj të atakoj pejgamberin e të Zotit. Amon minoni tha se po më qahet zemra për atë njeri. Sallallahu alaihi wasallam. E ke parasysh kishte shansin me taku pejgamberin alayhis salam. Ne përmenim mas mie ka 250 vjetësh edhe elhamdulillah nga vlerat e mëdha dhe dashuria e Zotit për të sa e duam ne. Ai e kishte shansin. Me zor e ka lënë. Por birë tha po të lej amanet. Sa të takosh, sa të shkosh, e takove ktheu direkt. Po, tani po esi donde me net, me mormësime, po nuk takojshe vetëm pejgamberin selam me Abu Bekrin, Omerin, e gjithë njerëzit, pra ishte i mjedis devotshmërie në kulm, dhe Uwaisi këtu ishte shumë i devotshëm. Dhe niset po shumë shpejt. Shkon në Medinë, pyet ku është shtëpia pejgamberit, shko troket, kur çati thonë vëlla, pejgamberi ishte nisë në udhtim. E ngeli ke dera kështu vëlla qante dhe ç'a të bëj? Të pres pejgamberin, të shkoj ke nëna, të pres pejgamberin, të shkoj ke nëna, të pres pejgamberin, të shkoj ke nëna. I kujtu që i ka thonë fjalën që sa të shkoj të takoj do vi. I hyp kafshës vëlla kthehet pra. E ka mush rrugën gjithë me lot. Se janë goxha lartë. Po. Edhe
kthehet pa e taku. Xhebrail Emini e lajmëron pejgamberin alayhis salam. Ko Muhamedi thot, ka një njeri që Zoti e don shumë. Ka arë me të taku ty, po ti nuk ke qenë. Te ke qenë në udhtim. Uwais al-Qurani thot, është nga filon fis, jeto vetëm me nënën, është musliman shumë i mirë, kujdeset për hir të Zotit për nënën, po maksimalisht. Ka qenë i smur me smurën e lëkurës, edhe ashtu është për kujdes për nënën, po i ditë i ka ngret duart Zotit, e Zoti nuk ja kthe lutjet mbrapsht atij, i është lut me shëru, e ka shëru, dhe i kalon vetëm një shenjë kaq, si shenjë që ta kujtoj ai në trupin e tij. Domthon nga smundja e lëkurës e gjitha, i kalon vetëm një shenjë që ai sa herë ta shohë thot faleminderit Zotit, i kujtohet që Zoti ja ka pranuar duan. E pejgamberi selam kur takohet me shokët ja tregon. Kështu ka ndodhur me një njerëz që është i panjohur në tokë, kështu e ka përshkruajtur. I panjohur në tokë, i famshëm në qiell. Se Xhebrail e lajmëroi vet. O Allah na bëj prej ty. Amin. I panjohur në tokë, ma'rufun fi sema. Shumë i njohur në qiell. Thanë ato kush o ky dërguar i Zotit? Asnjë se njifte. Sa i iku për herë. Tha quhet Uwais al-Qurani. Është nga filan fis, jeton në Yemen, ka nënën e vet gjallë, kujdeset pafund për atë, për hir të madhit Zot. Ka qenë i smund me smundjen e lëkurës, i është lut Zotit se Zoti s'ia kthe lutjet mbrapsht, i është shëru e gjithë smundja e lëkurës, i kalon Zoti vetëm një shenjë të vogël, sa një monedhë leku kështu, si shenjë. Aty ku ka qenë, pejgamberi i ka thonë Omerit, o Omer, qofse të bjen rasti një jetë me e taku, lutju Zotit, lutju Uwaisit, i lutet Zotit, se ja pranon Zoti lutjet. Omerit, që Omeri ishte, kush ishte, i përgëzuar me xhenet. E kupton? Ishte më i mirë se Uwaisi në fakt. Por pejgamberi selam do të më tregu peshën e këtij njeriu të veçantë. Me kujdesin ndaj nënës. Dhe Omerit i mbeti në memorie. Uwaisi nuk erdhi dot ta takojë më pejgamberin alayhis salam për shkak nënës, dhe pejgamberi ndroi jetë. Uwaisi vazhdoi derisa në kohën e Omerit i ndron jetë nëna. Dhe u liru. Dhe kur vishin fiset nga Jemeni, që kalonin Medinë për shku pastaj edhe në qendrat e tjera, në kohë haxhi, Omeri vetëm një nga pyetjet që i bote, kush vite nga Jemeni, i thote ai njihni Uwais al-Qurani. Nga filan fis, nga filan familje, ka pas nanën e kështu. Disa kohë nuk e gjeti. Në fund takon fisin e vet. Uwaisi kishte i gjë vëlla, dhe tani e ditë peshën e vet, e ditë që sa t'ia ngretë duart Zotit ju pranote lutja. Po nuk e shfaqte. Ishte shumë i devotshëm. E ditë vetëm Omeri edhe shokët që kishin një gjuhë. As ato të fisit vetë se dishin peshën që ka ai ke Zoti. Zoti vëlla më ja tregu askujt. I mjaftote, ke parasysh kur ke i lidhje të madhe me të madhin Zot, s'bjem mend vëlla, me të thonë universi është joti, mos më humb kohën thua. A shkruaj apo? Dhe Omeri e kërkoi. Kur i tha Uwais al-Qurani a dha për shkrimi, po më i than ato po ne kemi lënë ke kafshët atje, ke devete ke këto. Se kur vishin me bo haxhin, vishin me kafshët e tyre, kishin vende të caktuara, e kemi lënë se vetë detë, domethënë do të vetë mia ai. Ti Omer tha, kaq i madh, ne tham fis nuk e vlerësojmë shumë. Pra, ai është vetë që ri i veçum. Nuk bëhet i bezdis, e ke parasysh, respektu se këto po i veçum. Tipike. Or tha Omeri, kush ka mundësi ta thrasi se du ta takoj. Sa si tha që ju takova kot në sensin aq shumë interes kishte, dhe bashkë me Omerin dhe Aliu radhiyallahu anhu, që ka qenë dhe e kërkojshin bashkë. Ja sjellin Uwaisin. Uwaisi modest, para në sy, tha jeti Uwais al-Qurani. Tha unë jam. Tha, a ke pas ti smundjet lëkurës? Po, tha. Me i fjalë të tha, po ku i ditë gjitha këto. A i e lutë Zotit, i tha, dhe të ka shkruar komplet përveç i shenje sa monedha një lekë në trupin tënë. Tha, po, prisi besimtarëve. A ke pasi nën, tha, që i e përkushtuar shumë asaj, pa fund, derisa ajo ka ndru jetë. Tha, po, s'po i pëlqeshin Uwaisit, o Zotit, i kishte
si me thonë, si vinë e Zotit, ke Zotit, s'do të, tha po, tha neve në ka folë për ty, pejgamberi Ali, asa i s'dite gjo, vëlla, se dite Uejsi këtë gjo. Ne në ka folë për ty, tjerët u çuditën fare, ato të fisit vete, ne në ka folë për ty, tha pejgamberi Muhammed a.s. Dhe ja tregoi historinë. Tha Uejs, e di çfarë porosie më kalon për ty? Tha jo. Tha ka thonë, qofse e takoj Uejsin, thuj të bëj dua për ty se Allahu më nushëm nuk ja kthe lutjet mbrapsht. Uejsi u ngusht, se nuk do të vëlla këto gjona të hapshin. Tha, o prisi besimtarve, a unë të lutem për ty e ti e Omer ibn al-Khattabi? Kur pejgamberi alayhis salam tha, ndroj jetë ishte i kënaq me ty. E Zotit ka bëu tha, ti prish gjithë muslimanëve besimtarëve të botës me i drejtësi që s'është para asnjëherë si përfaqen e tokës. Tha, unë duhet të kërkoj lutje për te. Omeri ishte i drejtë për drejtë. Tha, lej këto fjalë Uejs, po tani lutu se pejgamberi më ka thonë kërkoj lutje Uejsit. E i ka ngret durët vëlla. O Allah ka thonë fale, mëshiroje, begatoje, lartësoje, lutje të fuqishme për Omerin edhe për Aliun. Dhe është kënaq shumë. Omeri radiallahu anhu dhe e gjeti i Belalla. Që edhe ne do t'ja bëjshim po t'ishte në kohën tonë. Po t'ishte Uejsi, vëlla, fisi vet, njerëzit, kush e mori fesh, nuk e leshin mora adla. Edhe kush të atakotin për para, amon po dua dhe për mu, amon pash të modin Zot po dua dhe për mu, derisa e bezdisen dhe thojnë është largu dhe nuk e kanë gjetë mu. Është largu dhe nuk e kanë gjetë mu, sepse njerëzit la e morën vesh, e dojshim e përfitu për të mira. Lutju Zotit dhe për mu, lutju Zotit dhe për mu, sepse pejgamberi ishte thonë, ai lutet, Zoti i përgjigjet. Po ta shohësh këtë vëlla, si koncept do thush ti që po nuk e njofte, ne kemi thonë ke podcastet e para, mos në mbletëso asnjë, sepse në çdo njeri ka art. Asnjë njeri nuk është kriju kot. Hasha lillah që të thush që një person është kriju kot. Zoti s'krijon kot vëlla. E ti që më bëri përshtypje, në raporti me kur profeti sallallahu alajhi wasallam i tha, po e takove, thuaj që Zotin se pas ka s'kush monopol. Po, la, qa monopoli, vla, Zot na fal. As bëhet fjalë. Pra, kush ishte Omeri, kush ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Po. Dhe del Uejsi nga Jemeni. Po. Allah, shumë e thellë si histori. Po, vla, që po ta shifshe, kishte bërë respekt nanës. Ishte njëri i përkushtuar, njëri që kryteritet e këto, po na jeta që bonte, ty sta jepte përshtypje që mund të jetë kaq lart. Po, ke Zoti, ke Xhebraili, ke engjëjt e qiellit, ai ishte me famë. Dhe bazën që shpjegoi pejgamberi alayhis salam nuk tha asnjë gjë tjetër vetë se dha dy gjëra. E para respektu si madh ndaj nënës dhe e dyta i durueshëm smundje. E Zoti për këto e bëri që të lutej, edhe si puna e Ajubit alayhis salam tu shëronte. Po, si miniaturë. Po, elhamdulillah. Prandaj njerëzit janë me shkallë. Tregohet vëlla se dy njerëz Allahu i çon xhenem. Në xhenem. Në xhenem. Zjarr. Për Zotin Allahu na ruajt. Njerëzit mund të mendojnë forma ndryshme vëlla për xheneti, po ai është i realitet që se kemi në dorë. Në Bibël quhet Gehena vëlla. Xhenemi nuk ka muhabet vetëm musliman që ta dish. Xhenemin e ka përmend Zoti në gjithë librat e shenjtë. Po të hapësh Biblën e sotme do ta gjesh Gehena. Xhenem Gehena se gjua armaike e vjetër nga ajo rrjedhin arabishtja edhe gjua e Ben Israilëve. Gehena është në Bibël, Xhehenem është në Kur'an. Është po i njëjti vend. Që kriminalët dhe njerëzit e këqij për veprat penale që kanë bërë do dënohen me xhenem. Dhe vëlla dënohen dhe këto dy po besimtar. Po kishin më shumë të këqija se sa të mira. Kështu do jetë llogaria në atë ditë. Do vjen peshore veprat, edhe do shikohen veprat e mira, veprat e këqija. Qofse veprat e mira dominojnë, elhamdulillah, jenë në xhenet. Nëse është e kundërta, duhet me la gjinofet që ke bë. Pastaj kur i lan gjinofet, shkon në xhenet. Shkose i fundit që bom të podcast. Edhe 51 me 49. 51 pozitive, 49 negative shkon në xhenet. Kanë thënë dietarët dhe 50 me 50. Sepse mbizotron mëshira ndaj hidrimit.
Ka thonë pejgamberi në hadith, mëshira e Zotit e mbizotron hidhrimin e tij. La ilaha illallah. Mëshira e tij është më e madhe se hidhrimi. Dhe kur jam 50 me 50, shko prapë robi në xhenet. Qofse pasaj të këqijat janë më shumë se sa të mirat, shkohet në zjarr dhe këto dy vëlla shkojnë në xhenem. Në xhenem bashk, se ishin njohur, e thriçin Zotin. Atje me emrat e tij të bukur. Xhenem vëlla, po thirrën dynja. Thoshin ja Rahman, o i gjithë mëshirshëm. Ja Wadud, o i dashur me njerëzit, thirrë këtu vëlla. Ja Razzaq, o furnizues, thirrë vëlla këtu. Ja Xhebar, o i gjithë fuqishëm, thirrë këtu. Ja Aziz, o mbizotrues, e thirrte Zotin dhe i kërkojshin që Zoti t'i çonte edhe njëri shans në audiencën e tij. Dhe kur desh i madh i Zotit, i thot Xhebrailit, mi sill këto dy persona përpara meje. Ishte bojë i gjykimi. Dhe i madhi Zot, ja jepi shans. Me i dëgju. Dhe i thot, a mos ndoshta nuk keni të bind për veprat që keni bërë dhe mos ju është bërë ndonjë padrejti? Domethënë e kërkoni Zot në ju. Çfarë keni? Jo, tha Zot, na ke gjykuar drejt fare. Po atëherë s'kishin fjalë. Tha atëherë ktheuni në zjarr. Ktheuni në xhenem. Se me drejtsinë e Zotit aty e meritonin. A di çfarë ndodh? Njëri kthehet, tjetri qëndron vëlla nuk i lëvizshin këmbët. Dhe i madhi Zoti qofshim atij fal, Rahmani Rahimi, i thot këtij që qëndroi që nuk ju bind. Tha o robim, pse nuk i bindesh urdhrit tim? I madhi Zoti thot ai unë thirr aq shumë ty që të nxirrsh herë nga xhenemi për me ar para madhështinë të stënde. Tha unë kam menduar gjithmonë që po ndodhi kjo gjë dhe unë vi para teje, ti asnjëherë se futi rob dyer në xhenem. Mashallah, kupton ça. Domethënë gjeti diçka me e prek të madhin Zot. Prandaj tha, unë mendoj se jashtë i mëshirshëm sa 2 herë në xhenem, kam shpresë se ndoshta s'm çon. I tha atij ai tjetri duke shku. Tha ndal, po ti tha si të bën këmbët me shku prap në xhenem. Se këtë e kuptova, po ti. Tha i madhi Zot, po ku guxoj unë? Ku guxoj unë që të kam kundërshtuar shumë dynja të kundërshtoj prap sot. Në xhenem the, në xhenem do shkoj. Edhe ai thot Arhamur Rahimin, më mëshirës dhe jepini dorën njëri tjetrit e ju shoqëron juve Xhebraili për në xhenet. Pra mëshira e madhe e Zotit Allah, edhe falja e tij dhe xheneti i tij është gjëja më e mrekullueshme. Kur njerëzit bëhen gati për të hyrë në xhenet, dyert e xhenetit janë të mbyllura. Prandaj Zoti ka thënë kur wa futihat abwabuha. Dhe hapen dyert. Wa qala lahum khazanatuha salamun aleikum tibtum. Si është momenti i hapjes? Janë të mbyllur dyert vëlla dhe janë gjithë pejgamberët e mëdhej ke dera e xhenetit. Pra ka marrë ditë e gjykimit. Po vëlla, dhe janë gati për të hyrë në xhenet. Pejgamberi jon Ibrahimi alayhis salam, Musa, gjithë këto para roja dhe miliarda njerëz që duan me hyrë në xhenet. Thot pejgamberi selam, dyert e xhenetit janë shumë të mëdha, po do vi ditë thot që njerëzit do jenë shumë afër njëri tjetrit, domthonë si simbolik po shtyren duke hyrë ai shumë do hyrë në xhenet. Me miliarda, elhamdulillahi rabbil alamin. Po para se të hapen, pejgamberi alayhis salam do të trokasin dyert e xhenetit. Do thuhet kush troket? Tha Muhamedi jam. Tha Muhamedi që i është dërguar shpallja? Tha po. Wallahi, thot Ridwani, roja kryesore e dyerve të xhenetit. Tha wallahi, nuk jam urdhëruar t'ja hap këtë derë as kujt tjetër përveç teje. Dhe hapen dyert e xhenetit. Dhe i pari që hyn Muhamedi alayhis salam dhe pejgamberët e mëdhej. Pejgamberi jon ka thonë, grupi i parë që hyn në xhenet janë me fytyrë si hëna plot. Pastaj thot grupi i dytë si yjet që duken sa më qartë në qiell, dhe pastaj thot si mas niveleve që kanë pas. Rojet e xhenetit wa futihat abwabuha, dhe hapen dyert e xhenetit, thot wa qala lahum khazanatuha, thot roja e xhenetit, selamun aleikum tibtum fadkhuluha khalidin. Paqja e Zotit qoftë me ju, lum për ju për punët që keni bërë, hyni në xhenetin e përjetshëm. Dhe hyn vëlla njerëzit, elhamdulillah do jenë me miliarda. Ne kemi thënë dhe nata kadrit dhe agjërimi e këto do bëhen sebeb që shumë njerëz të hyjnë në xhenet. Dhe kur hyjnë në xhenet vëlla dëgjojnë.
gjo Allah që ta shkull zemrën. Inshallah jemi nga ato që do ta përjetojmë dashti i madh i Zot. Do i thuat vllai gjo për nga kulmi i mirësisë, për nga kulmi i butësisë, për nga kulmi i mëshirës, për nga kulmi i përkëdhelisë, për nga kulmi i mirësisë. Thot, ja ahlul janna, o banorët e xhennetit, ju është dhënë jetë, s'do vdisni më kurrë. Ju është dhënë rini, s'do plakeni më kurrë. Ju është dhënë shëndet, s'do smureni më kurrë. Ju është dhënë lumturi, s'do mërziteni më kurrë. E njerëzit fluturojnë nga gëzimi, nga mirësia dhe nga begatia që i madhi Zot ka përgatit për njerëzit e tij të mirë. Kjo punë nuk mbaron kaq lehtë vëlla. Gjithë ky univers nuk u kriju për të jetuar ca vite, ka njerëz që vdesin fëmijë, ka njerëz që vdesin të ri. Nuk, kjo është mozaiku e të shpjegon Kurani kush është jeta në të vërtetë. Dhe subhanallahu stabilizohen njerëzit në xhenet, alhamdulillahi rabbil alamin, inshallah dhe ne vëlla. E po që në xhenet do t'i kujtojmë dhe këto ditë të mira. Fizikisht, tu tham që në Musaj nuk e shohim Allahun në xhenet. Pra siç ishte Musaj, po më thënë siç ishte në këtë dynja. Ke thënë podcastet e tjera që në xhenet hym fizikisht tjetër, në ditë gjykimit jeni fizikisht tjetër. Po. A shifet Allahun? Kur ringjallemi vëlla, fytyrat janë të bardha. Jo me thot bjadu lëgju të suedu lëgju. Po të regoj se si ndryshojnë fytyrat vëlla. Fytyra parë ringjallesh vëlla, mbas veprave të mira që ka bëu, fytyrat i kanë të bardha. Dallohen, këto kanë qenë muslimanë besimtarë ndershëm. Fytyra e dytë është kur vjen lajmi që ke më shumë vepra të mira se të këqija. Bëhet u gjuhu jo me edhe mosfera. Në ditë i kanë fytyrat si floriri që shkëlqen. Pra, të bardhës i vendoset edhe ngjyra e verë si flori. Dhe bëhet më e bukur. Hyn në xhenet, u gjuhu jo me idhin naima. Në ditë do t'i ke fytyrat, e di si është përshkruajt, pra e bardhë në florir dhe e mirësishme. U gjuhu jo me idhin naima. O vllai dashur, ai shumë po përjeton mirësi sa të merr fytyra, një pamje ka thonë e mirësishme. Vetëm Zoti e di se si tu shiu xhenetin, i kënaq pa fund, çdo gjë e sinkronizuar dhe e përsosur, e përjetshme. U gjuhu jo me idhin naima. Fytyrat e tyre janë të mirësishme. Po s'ka mëru, vëlla, bukuria dhe madhështia e banorëve të xhenetit. Një ditë vëlla, kur janë kulmin e kënaqësive duke vazhduar jetën e tyre, thret një zë dhe i thot, jeni të ftuar nga i madhi Zot në fushën e Fjah. Është i fushë që është përmend dhe me emër. Dhe gjithë secilit vëlla i është vendos emri dhe vendi ku do ulet. Thot pejgamberi alayhis salam, asnjë kur ulet në këtë ulje nuk e quaj veten që jam mbrapa apo para dikujt, gjithë secili është i nderuar. Mbasi ulen, po presin, prapi njëjti zë thret një zë engjëlli shumë i madh. Thot sot është dita që Zoti do më ushtu mirësitë e veta. Edhe me drejt vëlla i kthehen, edhe i thojnë po Zoti i Madhnushëm do na shtoj mirësitë e veta, po a nuk na i zbardhi ai fytyrat? A nuk na i pranoi veprat e mira? A nuk na i kishte falur neve mëkatet? A nuk na vendosi neve në xhenetet e përjetshme dhe na rujti nga zjarri i xhenemit, ne jemi totalisht kënaqur. Po thot ky zë, po sot është dita e shtimit mirësive. Dhe po mendoni çfarë mund të jetë më shumë, se këtu janë gjitha të mirat. S'kam domethënë me dashme kërkuj gjë më shumë xhenet s'ke çka kërkon. Ai shumë e ka përsos sunduesi suprem i universit. Kur janë thot në këtë gjendje la ilaha illallah. Në këtë gjendje qetësia dhe kënaqësia duke i respektuar Zotin i gjithësisë dhe më shumë, thot siç janë vetëm kur ndjejnë që sipër kokave të tyre vëlla çdo gjë ndriçoi. La ilaha illallah. Vllai humbush e mpyti situatën lart vllai dritë e jashtëzakonshme. Dhe në kohën që ngrenë kokat e tyre, fejdhal Jabbaru Jalla Jalalu. Kishte ardhur veti i madh i Zotit qofshim atij fal. Shfaq. E ndjejnë që ka ardhur Allahu Madhnushëm, akoma s'u shfaq. Dhe e dëgjojnë, nuk e kanë parë akoma. Po e ndjejnë, Allah shohin nurin dhe dritën. Jo Allahun, nuri s'përshkruhet vëlla. Ngren koka dhe mahniten. Dhe dëgjojnë që Zoti i gjithësisë thot selamu aleikum ya ibadi. Fillo flet direkt. Flet direkt. Paqja ime qoftë me ju o njerëzit e mi. Dhe gjithë një zëri thonë Allahumma ente selam wa minka selam.
O Zot, ti je paqja vet, nga ty vjen paqja, ti je Zoti i lartësuar dhe i madhëruar. Zoti bën një pyetje interesante që përshkruhet në hadith e thot, ku janë njerëzit e mi që më kanë adhuruar mua pa më parë. Pra ne si adhurojmë Zotin, edhe si e besojmë atë nëpërmjet universit, nëpërmjet shenjave të mëdha. Por ne jemi të ndërgjegjshëm që nuk mundemi dot dhe nuk është e logjikshme dhe është mendimallësi e madhe që ne themi pse nuk dalun dritare dhe ta shoh Zotin, hasha lillah. Për të pas Zotin është gjë më e bukur dhe më madhështore. S'mundesh të bësh adoleshent pse se shohun Zotin, kështu bëjshin arabët për shemb. Në Kur'an thuhet dhe thanë ato të cilët nuk shpresojnë takimin me mua. Pse nuk na zbresin neve engjëjt ose ta shohim Zotin ton. La ilaha illallah, njerëz vegjël fare sikur po folshin për i krijesë të rëndomt. E harruan që është krijuesi i gjithësisë. Ai disha thot ajeti, laqad istakbaru fi anfusihim wa atawtuan kabira. Shumë mendimllë ishin në vetveten e tyre, thot, dhe teprun me teprim të madh. Kërko Zotin ti sikur më qenë gjë e vogël. E ke parasysh për çfarë po flet? Ai i përcakton gjonat. Në këtë botë ka thonë, shiko universin si e kanë përsos krijimin, shif krijimin ton, shif fëmin bargun e nënës, shif nga të gjitha anët çfarë kam krijuar. Kjo është etapa e parë. Ta shohun Zotin. Kush je ti? Ai ke parasysh se çfarë po kërkon? Pra çdo gjë në kohën e duhur. Në xhenet Allah thot, ku janë njerëzit që më kanë adhuruar mua pa më parë, nëpërmjet argumenteve të mia, nëpërmjet librave të shenjtë, kanë adhuruar, më kanë dashur, kanë bërë vepra të mira për mua. Edhe këtu xhenetlit ndjehen krenar pafund. Dhe Zoti flet përsëri dhe thot, kjo është dita që unë duhet t'ju shtoj mirësitë. Dhe mendojnë çfarë kërkojmë ne gjë dhe vinë dakord dhe thonë, o Zot, neve jemi shumë të kënaqur me ty. Të qofshim fal, sa Zoti i mirë je ti. A jeti i kënaq me ne? Do ishin me fitu kënaqësinë e Zotit edhe herë me dëgju. Dhe Zoti i thot, o banorët e xhenetit, nga kënaqësia ime ju kam bërë juve banorë të xhenetit. Unë jam i kënaqur me ju dhe s'do hidhrohem më kurrë. Dhe e garantojmë. Por prapë i thot Zoti i gjithësisë, kjo është ditë e begat. Kërkoni edhe më shumë. Dhe bin dakord pastaj vëlla. Kjo është çasti që këtu kërkohet. Jo të kërkosh në mënyrë të rëndomt, kur duash ti dhe në forma të rëndomta që kërkon ti, çështja është shumë e madhe. Këtu bin dakord dhe thonë, o Zot, a e kemi ne shansin dhe fatin nga krijesat e tua që ta shikojmë një herë madhështinë tënde. Dhe Zoti nga rahmeti vet, nga mëshira e tij e pakufishme, nga që është Zot shumë i mirë, sa i s'ka fare nevojë për ne çdo gjë kemi nevojë për të. I heq perdet e veta. Kur i ka perdet Allah, depërton nuri ati. Drita që tham. Kur i heq ato, shikohet ai real. Dhe thot transmetimi vëlla, sikur Zoti kur shfaqet, mos ta kishte caktuar që krijesat njerëzore në xhenet do të digjeshin çast. Po ai ka kriju kushtet, si tham, me musë që dësh me e pa, rapo thuj se i vdekur. Kurse atje i ka kriju kushtet që njerëzit ta shohin, ta shijojnë, ta përballojnë, të përmallohen, të lumturohen, të gëzohen. Prandaj pejgamberi alayhis salam bën të dua. Allahumma shisha lutje ishte vëlla. Allahumma inni as'aluka ladhata an-nadhr ila wajhikal karim. Si e përshkruante, o Zot, kërkoj të lutem të më japësh kënaqësinë dhe lezetin e pamjes tënde në xhenet. Lezetin dhe kënaqësinë, kështu e ka përshkruajt dhe mall për takimin me ty. E ka pasur gjithmonë këtë lutje vëlla. Dhe ky është çasti. E shikojnë, mahnitën, kënaqen, ka i problem vëlla që kur Zoti xhelle xhelalu i madhërisëm është ai, shfaqet xheneti venitet. Për çastin, s'ka xhenet më vëlla. Xheneti venitet, është logjike. Dhe e shohin dhe thot pejgamberi alayhis salam sahih Muslim, hadith sakt, pashat madhin Allah thot, në zemrat e xhenetlive mbas kësaj nuk ka gjë më të dashur dhe më të kënaqshme dhe më lezet se sa dashuria për madhështinë e tij. Allah, xhenetlit do e duan Zotin, ne e duam Zotin, por kur e shohim, pastaj marrin fare njerëzit. Jemi besimtarë, jemi dëshmitarë. Jemi dëshmitarë dhe inshallah, se po e fuzim dhe vetën se dim. Po si tham për Musën kur i foli herën e parë, ato më foli edhe herë. Edhe njerëzit kur e shohin xhenet, të madhin Zoti qofshin fal. Thojnë, ato i kemi, do në fjetojnë me këtë ndjenjë, do na japin një shans tjetër, ta shikojmë dhe herë bukurinë e tij.
Prandaj pejgamberi selam ka thonë që ose ai heq perdet e veta, ku shkon shikimi dhe drita e bukurisë tij e kthen në atom, e shkrin çdo gjë. Pra, çdo bukuri tjetër është i shenjë vogël e bukurisë së përsosur që ka Zoti i gjithësisë, i qofshim atij fal. Dhe njerëzit që do hyjnë në xhenet, inshallah, Zot jemi dhe ne, do e kenë fatin e madh se shumë krijesa nuk e shohin asnjëherë Zotin vëlla. Engjëjt për shembull se ka pas një as Xhebrail Emini. Jo, kush s'ka pas shanse vëlla. Nga krijimi që njohim ne, se Zoti mund të ketë krijuar gjëra të tjera, i qofshim atij fal. Shansin e parë nga krijesat që flitet në brenda universit ton, të parët që do kenë shansin do jenë banorët e xhennetit. Pra flitet për gjë shumë të madhe vëlla. Njerëzit nuk i njohin këto gjëra, njerëzit i nënvlerësojnë. Njerëzit merren akoma me gjëra të vogla vëlla, sa herë merret abdes, si të marrim abdes, po kur bie pika ujit ç'a ndodh. Njerëzit që janë jashtojnë sa vjeç ishte kjo, po kjo ku ishte, janë larg shumë me të vërtetën e madhe vëlla. Të vërtetat e mëdha janë këto që po flasim ne. Dhe lum që i kupton këto, dhe lum ai që i përjeton këto, dhe lum ai që do t'i gëzojë këto gjëra që ne po flasim. Prandaj i themi edhe vëllezër dhe motrave, lutuni për ne, që të na bëjë Zoti nga banorët e xhenetit vëlla. Amin. Po të ngacmoj më shumë. Pas kemi shkuj çik me të shoh. Po të ngacmoj më shumë se kaq, vetëm se ka diçka domethënë e lam domethënë që për të bërë një pyetje me komentuesit para se ta mbyllim. Po. Kush nga histori domethënë më të bukura i kanë pëlqyer domethënë gjatë Lexoj mesazh? Po, patjetër. Selamu alaikum Hoxhi nderuam, kam parë në ëndër sikur më tha kjo është dera e xhenetit. A është kjo një shenjë nga Allahu? Po shumë shenjë është, inshallah ta bën Zoti risk e të begaton me gjitha të mirat. Kush nga historitë me njerëzit për shkakun që janë që na ndjekin, kush nga historitë i ka pëlqyer më shumë nga podcastet? Kemi pas historinë e Musait, kemi pas Po. Te Jupit, kemi pas shumë histori. Kush nga këto i ka pëlqyer? Dikush thot historia e Musait, thot një. Lutem me shpirt, thot një tjetër, që çdo dua jotja të kënaqë ty dhe gjithë neve. Amin. Amin. Faleminderit shumë. Ejubit alayhis salam na ka prekur Ejubit, thot tjetra. Mashallah, inshallah, Zoti është i kënaqur me ne. Se thot dikush edhe shumë interesante, thot historia më e bukur ka qenë e vajzës profetit Zejnebit, thot ka pas emocion, thot më shumë, thot. Me Musait është një mesazh tjetër, Belkisës është një tjetër. Kurse disa thënë Jusufit, po e kanë fjalën për vitin që kaloi. Kurse si kemi thënë neve në komente që njerëzit janë me edukatë në niveli lart, të gjitha thot kanë pas veçorinë e vet. Ja, alhamdulillah. Po edhe kjo me nënën sot thot më bëni të qaj, thot dikush. Inshallah. Momenti i shkopit tek Musai thot. Po momenti kur i thot Zoti çfarë është ajo në djathën tënde, apo shkopi që bënte mrekullit e ndryshme. Thot dikush thot e Sulejmanit thot ka qenë si film thot. Historia kanë qenë të bukura thot për më së shumti e Dautit, që e ke shpjeguar. Kjo historia e sot më thot ka qenë shumë e bukur. Është historia kur zullumqarëve i shtangen sy. Shumë kujdesshëm janë vëllezërit e motra. Zoti ja shpërbleft për Zotin. Historia e Jupit thot, historia e Zenebit, historia e Musait, dikush thot gjitha, ne dim gjitha, po ku. Amin, amin. Të gjitha thot janë brillante dhe speciale për cilin ëmbëlsinë brillante, mashallah. Zoti ju shpërbleft. Thot dikush thot selam aleikum nga Kanada, e nderuar, desha t'ju bëj një pyetje, thot a ka mundësi ta bëni podcastin me titra anglisht? Inshallah, mashallah. Që unë them këtë pyetjen dhe ngri kokën nga stafi, sa janë kështu, sa thon po, sa thon do ta shumë. Mashallah, se janë të karikuar për Ramazan, po mrapa harrojnë pastaj. Ideja është e bukur Allah, përveç asaj, është ajo që tham që me AI
Edhe të bëhen me pamje. Sa ajo ndihet edhe më shumë. Për shembull, flet vëlla për xhenetin, ka pamje brillante që mund t'i bësh sot me AI, edhe duket vetja sikur je në xhenet më. Ose për zjarrin e xhenemit ose Musajin e këto. Dhe sot me AI po bëhen thjesht tash i qysh Zotit që edhe Asien e kanë përqyet që lidhet me historinë e thot Adis Mirsada, sikur shifsha çdo mëngjes një film live, thot. po, mashallah. Zoti ta shpërblevlla. Nga tregimet e tua që ishin brillante, Musai alayhis salam posaçërisht, amin, ashtu qoftë inshallah. Të gjithë historitë të bukura kanë qenë. Do të na mungosh hoxhi nderuar, inshallah Zoti të jemi në zemër të njëri tjetrit. Historia e Zejnebit, thot. Në fakt, do të thënë edhe do të thënë neve mbase si pjesë e podcastit, mbase do të thënë nuk na lejohet, po se nga ana ndjenjes së dashurisë njerëzore në mes Zejnebit dhe Jupit ndahem. Po. Se Jupi ishte profet, i shtonte, do të thënë kishte, kurse Zejnebi ishte njerëzor, po me dashuri shumë madhe dhe gati nivel profetësh. Po, dhe vajza pejgamberit alayhis salam, normal. Shumë e bukur. Ja, dhe atë thotë thotë të gjitha kanë qenë bukura, por historia e Zejnebit më ka prekur më shumë. Është lart. Do të thënë nëse do të kishim pas neve, se do të thënë ti ke thënë që nëse muslimanët do ishin mirë te pjesa e Hollywoodit, sot bota do ishte ndryshe. Jo, neve po edhe një po themi edhe një për shembull neve kemi ndërtuar një fiction me Romeo dhe Julietën, e cila normalisht kur shef Zejnepin me bashortin e vet e kupton që po të kishim pas nivelin që ta kishim mbledh dhe ta kishin shkruar, kjo është kryevepër artistike nëse dikush do ta bënte roman ose dikush do ta nxjerrte libër. Romeo dhe Julieta apo Leila dhe Mejnuni, janë muhabete, ke parasysh dashuritë që të lidhen me këtë botë, kurse kur veshet besimi, ajo kthehet në realitet, se është ideja të përfitosh vëlla, apo jo e desha mdeshi muhabetet me shtyr ditët me vdek, nuk është sebeb. Ne po flasim kur është Zoti në mes edhe kur flitet për jetë reale, pejgamberi që përfiton gjithë njerëzimi. Jo. Shiko, ne po flasim, do të thonë, unë mendova këtë, po kur ma kujtojnë thënë thot takimi, thot takimet e pejgamberit sa me Xhibrilin, thot kanë qenë shumë të bukura. Po, edhe këtu është. Në momentin kur më vin këto them prit se kjo ka qenë e bukur, prit se kjo ka qenë e bukur, edhe kjo tjetra. Mashallah, zoti. Subhanallah. Kam kalu 2 minuta nga syfyre, është gjuna, jo s'ka problem inshallah, se nuk është fiks fare. Është një gjë që tolerohet. Për nesër do I pyesim pastaj. Nesër I biti podcasti fundit, ha? Nesër I biti podcasti fundit, ha? Po, nesër. Nesër, po. Po pse që është gëzim apo shqyqyr të shpëtove? Subhanallah, nesër është e fundit, si I kënë ditët, Allah. Pyet një po ti hoç, thot, kush të ka pëlqy? Thonë drejtën, më pëlqen shumë ajo Allah kur Allahu I flet Musait alayhis salam. Thonë drejtën, ajo është çast, është surprizë e madhe që Zoti ja mundson, edhe është ndoshta ajo ka qenë më që më ka ndiku. Është gjë e madhe shumë. Mbajeni thotë edhe për natën e Bajramit. Dhe më thënë I kanë gjitha komentet, më thënë duket sikur në këtë dynja duket sikur I thot copës e xheneti, një koment është më I bukur se tjetri. Zoti ja me shumë edukat, histori idea të veçanta, por kur I tregon të televizonaçit bëhen të mrekullueshme. Zoti ju ruaj, thot, amin. Po ka dhe kështu kërkesash, se po e mbyllim, ka dhe kështu kërkesash. Po ne dua thot në fund sot apo ne. Inshallah. Edhe 2 minuta. Inshallah Zoti ne I ka pranuar,
Na bon nga panor. Ka dhe kështu humorisht, të podcastin e fundit thot, edhe ti do nxjerrësh fytyrën do të bësh. Po, pra, mos. Ore, po nuk e kuptojnë ata që unë nuk e kam hallin se po rrim çel, kam hallin se për lotën, ka emocione, ka gjone dhe unë do ta shijoj. Po. Dhe unë do ta shijoj një lloj sikur këta që janë nga celulari, kështu që unë thjesht rolën e pasqyrës bëj, që mos të jetë visi vetëm. Ja, është shqyrë Zotit. Po, edhe kur Allah i flet Musait ka disa mendime që e kanë përjetuar mirë. Po, mashallah. Mashallah. Blendi Seferi do të Allah i rujt, do na marri malle për podcastin dhe çon ato emotion që është duke qaj. Allah. Pejgamberi alayhis salam, Allah i ka qujt bisedat për Zotin, i ka qujt kopshtet e xhenetit. Për nga vlera e madhe që kanë. Nëse do vëlla të bëj dua, mund ta fikësh pa kondicioner. Po. Po. Edhe duhet më jep një vëlla edhe një kështu fjalën, po fqem gjallë deri vitin tjetër me na krijuat në një kusht vëlla se rri keq, herë oftot, herë nxehtë vëlla, ju lutem me bëj një studio, s'po themi vëlla për Floriri, po me pas dy kushte, me pas një karike të mirë vëlla se jam dhe unë më komod, kom pas vujt vëlla shumë në xhaminë e Tabagëve. Sa filloja se ishte e vogël, ishte plot xhamia. Dhe imagjino për shembull verë ose kur është vap, edhe i kisha shumë pasion për ta marrë temën. Isha mundu me përgatit sa kalojshin 5 minuta, unë ishe të tjerë zgjidhur. Edhe kjo ul performancën e bisedës. Shiko, po shoh ke televizori, njerëzit nuk e dinë domethënë gjatë kohës që neve jemi aty se duket kjo perdje e zezë gjitha, po kur ka pa shoku im tha ky është ai podcasti i famshëm. Po, njerëzit nuk e kanë idenë. Jo, Zoti ju shpërblet për modestim, po jo dhe kaq keq vlasin me zor rrim karike, nga të kthehem të shoh ty kjo gati shigjys s'po mfutet brenda për Zoti ju shpërblet vëlla, po edhe kaq asket nuk ka nevojë se jemi njerëz vëlla që jo ul performancën. Jo, s'ke faj. Për atë e kam, po inshallah Zoti s'ke faj. Qoftë i kënaq. Ne zakonisht që unë atë thjesht ai kemi po ka nevojë për na dy rregullime të vogla. Në radhë parë heri karriget që të rish rehat se nuk e ke iden si jam vëlla. Po inshallah se ti thu po dua, them inshallah s'po bi kur të bëj dua, Zoti na fal. Na begatoft, po janë qujt vëlla bisedat në emrin e Zotit kopshtet e xhenetit. Po nga freskia shpirtërore, mendore që japin, kthjellimi që i bën njeriu. Nëse të kujtohet para se ta mbyllim kemi treguar ja hadith shumë të bukur. Edhe bo mirë ta dëgjojmë ne dhe gjithë ato që na ndjekin, thot nuk ka asnjë rob besimtar vetë se i kthehet gjinafeve herë pas here. Elfejnu bad elfejn, herë pas here i bëhet si ves. E bon rrica ko i kthehet prap. Ose thot ai person i bëhet gjinofi aq shumë me shpirtin sa e bë gjithmonë. Dhe nuk ndahet thot për atij derisa të vdes. Besimtari thot është krijuar për të sprovu, siç sprovojnë njerëzit përgjithsisht. Pastaj ka thonë tewaban nasaan. Dhe ai është krijuar për të sprovu, për të pendu, edhe harron her pas here, i dha dhukir edhe dhekër. Qofse e përkujtojnë, përkujtohet. Dhe nuk ka gjë më të mirë, vëlla. Gjë më të dobishme se sa kjo që bëjmë ne për të përkujtuar veten tonë, se edhe ne vëlla mos ishte Ramazan, ndoshta s'do i kujtojshim kaq shumë këto urtësi, këto histori, këto gjëra të bukura të Kuranit famlart, këto gjëra të bukura të Islamit, për shkak se të merr jeta. Prandaj i ka thujt pejgamberi alayhis salam kopshte për kopshteve të xhenetit. Edhe bëjmë dhe i dua të shkurtër, vëlla. Inshallah. Ty jam duket me gjithë se jemi me këto kushte. Elhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu salatu wa taslim. Falënderimet të madhit Zoti qofshim atij fal, përshëndetje mbi pejgamberin ton dashur Muhammedin alayhis salam. O sundues i madh i gjithësisë, o i gjithfuqishëm, o i gjithpushtetshëm, o mëkatfalës, o formësues, o ti që ndorën tënde është çdo gjë, i madh i Zot që krijove qiejt dhe tokën, të lutemi të na i pranosh gjithë veprat e mira që kemi bërë në këtë Ramazan. I madh i Zot lutemi që ditën e Bajramit të gjithë së bashku të jemi të pastruar nga mëkatet si fëmijë që del nga barku i nënës. I madh i Zot na i fal gjitha kusuret, gjinafet dhe mëkatet në të mëparshmet dhe të mëvonshmet.
të mëdhat dhe të voglat, ato që i dim dhe ato që nuk i dim, o sunduesi i madh i universit. Fali, mëshiroj, begatoj, lartësoj baballaret edhe nënat tona. Ato që kanë ndru jetë i madh i Zot, ndriçoja shpirtin atje ku e kanë. Arsimoj, bëjt moral që më fali dhe mëshiroj të rinjtë dhe të reja tona. Sundues i madh i universit, fëmijët tanë që po rriten në ruj nga çdo e keqe, nga veset shkatruse, bëj ato dietar, shkencëtar dhe hafiz Kuranit famlar. I madhi Zot, sundues i madh i këtij universi. O ti që i thu diçka e bëu dhe ajo bëhet, na mundsot vdesim si musliman me fjalën la ilahe illallah. Dhe kur t'japim shpirt o Zot i madhërisëm, ti t'jesh i kënaq me ne dhe në ato çaste na dërgosh në xhennetet e Firdausit. I madhi Zot na bashkon ditën e gjykimit me pejgamberët e me të devotshmit. I madhi Zot na bën të kemi llogarit lehtë në atë ditë të madhe. I madhi Zot na jep librin nga e djatha. O Zot na i pesho, na i vën në peshore veprat e mira me shumicë. I madhi Zot na mundësot ta kalojmë urën e siratit. I madhi Zot na bën neve nga banorët e xhennetit. O i madhi Zot na ruaj nga zjarri i xhenemit. Qofse jemi nga banorët e xhennetit, na mundëso ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më i bukuri, më i madhi, më i miri, më i larti, të qofshim fal. O Allah i mëdhnushëm, na furnizo pa mas në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Na jep mirat e kësaj bote, mirat e botës tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Na fal neve, prindrit tan dhe gjithë besimtarët në ditën kur do t'japim llogari. Amin, 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 ya rabbal alamin. Kështu i erdhi fundit e podcastit sotëm. Inshallah me lehtë Zotit e kemi mirë hoç. Inshallah. Elvisi nesër me shëndet. Shihim podcastin e fundit për nesër, inshallah me histori të bukura. Selam aleikum. Zoti ju rujt.